Altin Dumanin, e ke dëgjuar ti? Besoj po. Është një prokuror që drejton SPAK-un, një burr me integritet, profesionalizëm dhe kuraj. Dhe është bërë i njohur pikërisht sepse në drejtimin e tij ka ndodhur gjëra në aspektin e drejtësisë që nuk imagjinoheshin më parë. Por ka një gjë, Altin Dumani këtu ka qenë prokuror prej shumë vitesh, dhe po ky ka qenë, apo me integritet, profesionist, me kuraj. Po pse nuk e ke dëgjuar përpara ti, Altin Dumani? As ti dhe as kush tjetër. Si e shpjegon ti? Pse Altin Dumanin nuk e kemi dëgjuar ne përpara? As unë se dija që ekziston dhe një person me emrin Altin Dumani. Si ka mundësi që ky njeri kurajoz, trim, me integritet, profesionist, nuk ka thirrur një herë një njeri me pushtet që t'i bëj një pyetje? Gjithë ato vite. Sepse nuk e thriste dot Ortinik. Sepse nuk e kishte shpatën, ishte i çarmatosur. Drejtësia ka qenë e çarmatosur që nga viti 1912 në Shqipëri. Edhe di kush e armatosi drejtësinë? Unë dhe Partia Socialiste. Do ti, s'do ti.